Dita e 21. Konrad Grebel. Rreth viteve 1498-1526. Reformatori radikal. Nga Abigail Dodds. Vizioni i Konrad Grebelit për kishën është më radikali nga radikalët dhe njihet mirë nga pjesa më e madhe e ungjillorëve sot. Mirëpo, në kohën kur jetoi, Konradi u detyrua të mërgonte pikërisht nga ky radikalizëm për t'i shpëtuar jo vetëm katolikëve, por madje edhe reformatorëve. Grebeli lindi në vitin 1498 në një familje të mirë të Zyriut. Në vitin 1524, karriera universitare e Grebelit në Bazel pati një fillim që dukej shumë premtues. Mirëpo, gjërat morën të tatpjetën për shkak të përplasjeve të shpeshta të Grebelit me profesorin e tij, shere në të cilat përfshihej dhe jeta e shturur e këtij të fundit. Të gjitha këto e shtyn të atin që ta hiqte nga universiteti. Pas ndëshkimit, Konradi u kthye në shtëpi në Zyri, ku ju bashkua një grupi të vogël humanistësh për të studiuar Biblën në greqisht, hebraisht dhe latinisht, në drejtimin e Ulrich Zwinglit. Pikërisht, gjatë vitit kur ra në kontakt me Zwinglin, jeta e Grebelit ndryshoi. Ai u martua me një grua të shtresës së ulët, gjë që shkaktoi një çarje edhe më të thellë me familjen e tij, si dhe u kthye në besim, sikurse dëshmon edhe ndryshimi dramatik i stilit të jetesës që pasoi. Nuk kaloi shumë kohë dhe Grebeli u bë një prej mbështetësve më entuziastë të Zwinglit, duke u bërë i famshëm si një dëshmitar i talentuar i ungjillit. Mosmarrveshje dhe diskreditim. Më pak si një vit më vonë, ose më saktë, në tetor 1523, zuri të shfaqej një përçarje mes këtyre dy burrave. Shkaktari? Mesha. Në një debat publik që të dy u shprehën në favor të heqjes së meshës. Por kur Zwingli e pa që këshilltarët e qytetit nuk ishin gati ta merrnin një vendim të tillë, u tërhoq. Kjo ishte e paimagjinueshme për Grebelin, i cili mendonte se fjalës së qartë të Perëndis duhet i bindemi pa asnjë pikë ngurrimi. Që të dyja palët u ndihen të tradhtuara. Grebeli u pezmatua për faktin që Zwingli era dakord që të vazhdonte të bënte diçka që e kishte dënuar si të neveritshme, domethënë mbajtjen e meshës, ndërsa Zwinglit i doli nga qefi Grebeli, sepse e kuptoi se ishte një person i ngulët dhe mos mirënjohës. Fal këtij debati, doli në dritë një prej ndryshimeve më të thella mes Grebelit me reformatorët kryesor. Ndryshim ky i lidhur me pyetjen: ku ti jep llogari kisha? Grebeli ishte i bindur që këshilltarët e qytetit nuk duhej të kishin asnjë pikë autoriteti mbi kishën dhe shërbesat e saj. Për më tepër, autoriteti i tyre nuk duhet të dilte mbi vetë fjalën e Perëndis. Nga ana tjetër, gjithashtu mendonte që kisha nuk duhet të kishte autoritet mbi punët e shtetit, dhe përpasoj kundërshtoi të dhjetën e detyrueshme dhe gjërat e ngjashme me të. Farat e ndarjes mes kishës dhe shtetit po mbinin ndërkohë. Për njerëzit e kohës sonë, kjo ndarje është aq normale sa edhe ajri që thithim, ndërsa për njerëzit e asaj kohe ishte një risi revolucionare. Një banjë me ujë papist. Gjëja që shënoi fundin e përbashkësisë së Grebelit me reformatorët kryesor ishte pagëzimi i foshnjave. Grebeli shpresonte që një ditë Zwingli do t'ia vinte veshin bindjes së tij që vetëm të rriturit që besojnë duhet të pagëzohen, por nuk ndodhi kështu. Më 17 janar 1525, Zwingli bëri thirrje për një debat publik për ta trajtuar këtë çështje. Grebelit ju bashkua Felix Mansi dhe Georg Blauroku, nga radhët e atyre që mbronin pagëzimin e besimtarve. Në fund, Këshilli ra dakord me Zwinglin dhe urdhëroi që grupi i Grebelit të mos vazhdonte të takohej për studimin e Biblës. Ata urdhëruan gjithashtu që të gjitha foshnjat e papagëzuara të silleshin për t'u pagëzuar, ose përndryshe, prindërit e tyre të përziheshin nga qyteti. Vajza e Grebelit në atë kohë ishte 2 javshe dhe siç thoshte vet ai, nuk ishte pagëzuar dhe nuk ishte lar ende në ujërat e banjës papiste. Dhe sa të ishte gjallë Grebeli, kjo nuk do të ndodhte. Për Grebeli, nuk do të jetonte dhe për shumë kohë. Disa ditë pas debatit,
Grebeli u takua në shtëpinë e Felix Manzit me radikalë të tjerë të mërguar dhe kreu pagëzimin e parë të një besimtari të rritur. Ai që u pagëzua i pari ishte Blauroku, një ish prift, i cili po ashtu ishte martuar. Gjatë muajve në vijim, Grebeli predikoi mesazhin e Ungjillit pendohu dhe pagëzohu në kishën e Shëngalit dhe rreth 500 vet ju përgjigjen atij mesazhi, duke u penduar dhe duke u pagëzuar. Grebeli u arrestua dhe u burgos në vitin 1525. Pasi u aratis nga burgu vitin pasues, vijoi që ta predikonte Ungjillin, derisa vdiq nga murtaja pak muaj më vonë. Prediko dhe bindu. Forca shtytëse pas veprimeve dhe reformave doktrinare të Grebelit mund të përmblidhet në këtë mënyrë. Prediko dhe bindju fjalës pas një kompromis. Siç thoshte vetë ai, përpiqu me zell të predikosh vetëm fjalën e Perëndis, pa t'u dridhur syri, të themelosh dhe të mbrosh vetëm praktikat hyjnore, të vlerësor si të mirë dhe të drejtë, vetëm gjërat që paraqiten prerazi dhe qartazi në shkrim, si dhe të mohosh, të urresh dhe të mallkosh gjithë skemat, fjalët, praktikat dhe opinionet e njerëzve, madje edhe të tuat, nëse bien në kundërshtim me fjalën. Këto gjëra do t'i bësh, edhe nëse pasoja për to është mërgimi apo ndonjë gjë më e keqe.